Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndartën jemi duke shpjeguar një prej veprave, shkresave të Ibn Qayyimit, të quajtur letra, të cilën Ibn Qayyimi, ky dietar, ky kolos, ja ka dërguar njërit prej vëllezërve të tij. Dhe në atë letër, në atë porosi e ka këshilluar për gjërat çfarë i bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe kemi treguar në dersin e kaluar në lidhje se çfarë i bën me qenë i bekuar, ajo çfarë Allahu i lartësuar t'i ruan ato mirësi që i ke dhe t'i shton ato dhe ja u shpërndan të tjerëve. Pastaj kemi treguar për rreziqet që i kanosin besimtarit prej gafletit edhe prej shkujdesjes edhe prej epsheve dhe gjithashtu kemi folur në lidhje me urdhrin të cilën Allahu i lartësuar ja ka dhënë besimtarit, ja ka dhënë të dërguarit të Allahut që mos ju bindet atyre njerëzve të cilët i ndjekin dhe i pasojnë epshet dhe tekat e tyre. Dhe kemi ardhur deri te një pikë ku kena folur në lidhje me rëndësinë e udhëzimit. Dhe sot do të flasim se si duhet me qenë besimtari i udhëzuar. Si t'jesh i udhëzuar, ose qysh mi fitu udhëzimin, qysh mi rujt udhëzimin. Sa e dim ne rëndësinë e udhëzimit, si ta kultivojmë atë dhe qysh t'ja përcjellim të tjerëve. Ibn Qayyimi, çështjen e udhëzimit, e në veçanti edhe mësuesi i tij, Sheikhul Islam Ibn Taymija, e shtjellojnë shumë gjatë duke e lidhur në veçanti me ajetin e surës Fatiha, Ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Dhe kur flasin në lidhje me rrugën e drejtë, pastaj e shtjellojnë, mund të them, në një seri të gjatë të ligjëratave, do të na duheshin ta shtjellojmë shpjegimin e Ibn Qayyimit edhe të Sheikhul Islam Ibn Taymijës. Ndërsa sot do t'i përmendim disa çështje më rëndësi, në mënyrë që të jemi vigjilent, të jemi të kujdesshëm për vlerën e udhëzimit, ta ndjejmë sa herë themi ihdina siratal mustaqim, ta ndjejmë sa herë themi ihdina fi man hadait, udhëzona në mesin atyre të cilët i ke udhëzuar në duan e kunutit, dhe ta ndjejmë vazhdimisht nevojën tonë për udhëzim. Dhe ti hekim ato keq kuptimet çfarë njerëzit mujnë mi pas në lidhje me udhëzimin. Nga se sot, në veçanti, mi thon dikuj Allahu të udhëzoft, e merr sikur një fyrje, sikur i duket sikur vetja nuk është i udhëzuar sa duhet dhe ti po ja lyp Allahu të udhëzoft, sikur po e nënvlerëson ato çfarë i thuhet. Ndërkohë që besimtari sikur të ishte i kujdesshëm në këtë çështje. Dhe kur dikush i thot Allahu të udhëzoft, thot amin, o Allah, pranoj lutjen e tij, e thot me plot zemër, e thot me plot gojë, nga se ka nevojë për udhëzim në çdo frymëmarrje të tij. Në çdo frymëmarrje të tij ka besimtari nevojë për udhëzim. Dhe tash do ta lexojmë pak a shumë tekstin në të cilin vazhdon dhe në fund të ligjëratës do t'ja përcjelli organizuesit të kësaj ligjërate që t'ja përcjellë edhe juve, e pastaj kur të përmbyllet kjo seri e vendosim në description të ligjëratave këtë shkresë të Ibn Qayyimit ku të tjerët mund ta lexojnë të shkruar edhe të ligjëruar. Ibn Qayyimi thot në rreshtat në vijim të kësaj letre të cilën ja dërgon vllaut të tij dhe i thot: Allahu ata të cilët i ka begatuar me njohjen e të vërtetës dhe dijes, me bindjen ndaj asaj çfarë ju bën dobi dhe japin përparësi asaj çfarë është e vërteta krahas çdo gjëje tjetër. Kjo është ai udhëzimi për në rrugën e shpëtimit dhe krahas kësaj rruge çdo gjë është në rrugën e humbjes. Dhe e përmend lutjen Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Kështu e nis këtë pjesë të shkresës duke folur në lidhje se çka është udhëzimi dhe kush janë të udhëzuar. Që mu realizu ose mu jetësu udhëzimi mirëfilli si duhet, duhen të plotësohen dy kushte. E para, të njihet rruga dhe të ndjeket ajo rrugë, dhe e dyta, të kesh synimin e vërtet gjatë ndjekjes së rrugës. Nga se mungesa e njohjes së rrugës së vërtet të bën prej të humbërve, të cilët Allah i lartësuar i përmend në surën Fatiha. Edhe e lutim në Allahun që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, jo në rrugën e waladdallin, jo në rrugën e të humbërve. Nëse na prishet niyeti dhe qëllimi përgjatë ndjekjes së rrugtimit, atëherë ju ngjasojmë atyre të cilët e kanë marrë zemrimin e Allahut të lartësuar, sikurse që janë të hebrejt dhe kush ju ngjason atyre, sabil el maghdubi alehim, pra rrugën në të cilën e kanë tërhequr
apo e kanë fitu hidhrimin, zemrimin e Allahut të lartësuar. Te kjo çështja e lutjes, ihdina siratal mustaqim, Ibn Taymija, mësuesi Ibn Qayyimit, autori ton, ka një fjalë shumë të vlefshme që duhet të ndalim me disa çaste në lidhje me ta. Së pari thot ihdina siratal mustaqim është duaja më madhështore, është duaja më e mirë me të cilën Allahu i lartësuar ja ka mësuar besimtarëve dhe me të cilën besimtarët e lutin Allahun i lartësuar. Është obligimi më i madh, është obligimi më i madh të cilën besimtarët duhet ta lutin Allahun e lartësuar në lidhje për udhëzimin e tyre. Njerëzit mbase mund ta kesh kuptojnë dhe thojnë se me udhëzim i bjen vetëm që me vazhdu me të ndjek udhëzimi për gjatë jetës tënde. Mirë, po kjo përgjigje nuk është e plotë. Përgjigja në të cilën e sqaron Ibn Taymija, këtë kolos i madh, mësuesi i Ibn Qayyimit, thot çështja e udhëzimit në rrugën e drejtë lidhet me udhëzimin i cili ripërtrihet në çdo hap dhe në çdo moment. Pra ne kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na udhëzojë në rrugën e drejtë në çdo çast dhe në çdo hap që e bojmë. Të kemi dije dhe të veprojmë në bazë të asaj dije që është rruga e vërtetë dhe është rruga e drejtë, që është udhëzimi i plot i Allahut të lartësuar. Pra, në hapet në vijim, pas 1 ore, pas 2 ore, të nesërmen, pas nesërmen, e kështu me radhë, ti vazhdimisht ke nevojë që Allahu i lartësuar më të udhëzu, mja qëllu asaj vepre, me aspari me pas dije dhe pastaj mja qëllu me vepru atë vepre. Në anën tjetër ki nevojë për udhëzim që mi respektu ndalesat, mi pas një lloj frenimi, një farë lloj vullneti, një farë lloj dëshire në zemrën tënde, që ti e frenon nefsin nga epshet dhe dyshimet nga të cilat anën. Kur besimtari i sheh këtë nevojë, që vazhdimisht ki nevojë që Allah i lartësuar më të udhëzu në çdo hap, në çdo tazhemi sa hap e mbyll çdo derë të jetës tënde, ki nevojë që Allah i lartësuar më të udhëzu nga ajo që është më e dobishme për ty në këtë botë dhe në botën tjetër, e kupton urtësinë të cilën Allah i lartësuar e ka vendosur që ne ta lexojmë në çdo namaz surën Fatiha, e kupton pastaj urtësinë që brenda surës Fatiha është kjo duaja më madhështore që kemi nevojë na për udhëzimin e Allahut të lartësuar. Ne është e vërtetë që e kemi një udhëzim të përgjithshëm. E dim që Allahu i lartësuar ekziston, Kurani është i vërtetë, pejgamberi është i vërtetë, Islami është i vërtetë. Ky është udhëzimi i përgjithshëm. Mirë, po nuk është i mjaftueshëm kur ne të përballemi me dyshime të hollësishme, kur ne i përballemi me epshe sfiduese, që janë joshse dhe shumë tërheqëse. Dhe këto i kemi ballafaqimet tona në çdo ditë të jetës tonë, ne ballafaqohemi me sfida të ndryshme, prej epsheve, prej dyshimeve, prej joshive të dunjas, prej kurthave të shejtanit e kështu me radhë. Çka na ndihmon ne që dalim triumfues mbi këto cytje, mbi këto kurtha, mbi këto sprova, është dija e hollësishme. Kjo dije e hollësishme është ajo çfarë ne kërkojmë kur e lutim Allahun e lartësuar që të na udhëzojë. Pra, jo vetëm një udhëzim i përgjithshëm, po udhëzim i veçantë. Dhe këtë çështje dietarët e kanë sqaruar në veçanti Ibn Qayyimi e përmend një shembull shumë i prekshëm. Thot, nganjëherë ti ke nevojë për mi ditë rrugën. Se cila është ajo rrugë që të çon në filon vendin. Pra rrugën ta zhemi për me shku deri në Prishtinë. Janë disa rrugë. Dhe ti me njohjen e rrugës, pra vetëm që thuhet bjeri nga kjo anë, ti e din një udhëzim të përgjithshëm. Mirë, po ajo çfarë ti ke nevojë është që tash mi pas dëshirën mi njeh çat rrugë. Mi pas dëshirën për mi njeh çat rrugë. Dhe brenda rrugtimit tënd, që tash ti e ke nis për me shku në filon destinacionin, ke nevojë që të kesh një udhëzim të detajzuar, të hollësishëm se komunal, cilat rreziqe mi evitu dhe mi shmang. Ku me mush karburant, e kanë mi marrë gjatë rrugës, e ku është gjysma rrugës, e kur është përfundimi, e kur është kthimi, e kështu me radhë. Dhe këto Ibn Qayyimi i përmend sikurse shembuj të prekshëm, mirë, po kjo i nxjerson rrugtimin ton drejt Allahut të lartësuar. Në rrugën e ahiretit ne kemi nevojë vazhdimisht për udhëzim të hollësishëm nga mëngjesi deri në mbrëmje. Kemi nevojë në çështjet rrethanave që ndryshojnë përgjatë jetës tonë, varësisht prej atij moodit të cilën e kemi, se qysh mu sjell dhe qysh mu trajtu. Ta zëni për shembull, kemi nevojë për një udhëzim të hollësishëm
në çastet kur ne jemi nervoz jashtëmase. Se çfarë më thon dhe çysh më vepru. Mungesa e udhëzimit të hollësishëm, nëse ne e dijmë që besimtari nuk duhet me ofendu, nuk duhet me bëu zullum të tjerëve, mirë po vjen një rrethanë e zemrinit dhe ti del nga vetvetja. Të mund shejtani dhe të mund nefsi dhe i bën të tjerit zullum, padrejti, i han hakin, e ofendon, e fyjen e kështu me radhë. Andaj ki nevojë për udhëzim edhe në çështjet më delikate, në çështjet kur ti sfidohesh. Andaj ne e themi në çdo namaz, udhëzona në rrugën e drejtë. Në rrugën atyre të cilët i ke begatu. Kush janë ata? Te pejgamberëve, të sinqertëve, vepramirëve dhe dëshmorëve. Këtu del në pa, pra ja dija e hollësishme që kemi ne nevojë prej udhëzimit të Allahut të lartësuar. Pra nuk na mjafton një dije e përgjithshme, një udhëzim i përgjithshëm, mirë po kemi nevojë për një dije të hollësishme që nëmë kupton udhëzim specifik dhe hollësishëm çfarë me vepru në secilin detaj, në secilin hap, në secilin fjalë, në secilin kapje, në secilin ecje, në secilin klikim, në secilin shikim, kemi nevojë për udhëzimin e Allahut të lartësuar. Vllazën, pastaj Ibn Qayyim sjellën një paralele tjetër. Për mi kuptuar vlerën e udhëzimit, pra e para që kemi nevojë për udhëzim të hollësishëm, nuk na mjafton udhëzimi i përgjithshëm, andaj e kuptojmë nevojën se kemi, edhe kjo është lutja më madhështore të cilën po përmend Ibn Taymija. Thotë, nevoja jonë për udhëzim është e domosdoshme për lumturinë tonë. Dhe kjo nevojë ja te i kalon nevojës së furnizimit për ushqim e për pije dhe nevojës të triumfit mbi armikun tonë nëse jemi në ballafaqim e sipër në ndonjë betejë lufte. Ka thënë edhe një herë. Ibn Qayyim po thotë, nevoja jonë për udhëzim është një nevojë e domosdoshme. Nuk bën pa të besimtari. Dhe kjo është kryefjala ose bushti i lumturisë së besimtarit në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo nevojë ja shkon, ja te i kalon çdo nevojë tjetër, qoftë edhe ushqimit edhe pijes, madje edhe triumfit mbi armikun. Nga se, për mi kuptu këta, qite në zbatim. Besimtari, kur udhëzohet dhe ndjek udhëzimin, dhe vepron në bazë të atij udhëzimi, dhe ja mëson të tjerëve, dhe bëhet pjeshtar ndriques për në rrugën e xhenetit, nga këta e fiton xhenetin me lejen e Allahut. Mirë po, mungesa ushqimit e pijes, mungesa ushqimit, mungesa furnizimit, ku e përfundimi? Vdekja. Dikush që s'ka ushqim dhe pije, po një kohë të shkurtër, vdek. Dhe pe vdekjes nuk ka shmangje, sikur me ushqim, sikur me pije ka mi ardh secilit exheli. Mirë po, ai që vdes nga ushqimi, nga mungesa ushqimit ose e pijes, dehidrohet, aq sa dhe vdes, po e ka së bashku udhëzimin, kë shpëton nga telashet e dunjas dhe bëhet nga banorët e xhenetit, se ka vdekur si musliman. Ose ai i cili gjendet në betejë dhe vdes duke e humb betejën dhe e mposht armiku e vret, ky vdek si dëshmor nëse ka qenë musliman. Ndërkohë, pasojat e mungesës së udhëzimit janë të tmerrshme, janë të frikshme. Përjetësi në ndëshkim në të zjarrit të xhenemit që s'del askush prej tij. Dhe kjo varet nga mungesa e udhëzimit se në çfarë shkallë është ajo mungesa e udhëzimit. Andaj e kuptojmë pra rëndësinë për të cilën kemi nevojë dhe rëndësinë e udhëzimit për të cilën Ibn Qayyim po e këshillon shokun e tij apo atë vllaun e tij në lidhje për këtë begatim madhështore. Dhe Ibn Qayyim përmend disa pika se si ke nevojë për udhëzim, se si besimtari duhet ta ndjej kur e lexon surën Fatiha, ta ndjej këtë lutje kur ja drejton Allahut të lartësuar, duke ja shfaq atë nevojën, varfrinë që e ka për udhëzim, sikurse robi më i varfër, robi më nevojtar për udhëzimin e Allahut që është më i pasuri, është i pavarur, i mëvetësishëm, që është më bujari, i gjithëmshirshëm, pastaj të gjitha emrat e Allahut të lartësuar të bukur e japin nga një ngjyrim të bukur në përjetimin e duas. Thotë Ibn Qayyim, nga çështjet pse kemi nevojë për udhëzim, është që nganjëherë e ke bën ndonjë veprim nga padia dhe ke nevojë për udhëzimin e Allahut të lartësuar që të mësoj dhe ta përmirësosh të kthehesh tek e vërteta. Thotë nganjëherë, në pika e dytë, e ke bën ndonjë veprim gabim qëllimisht, ki nevojë për një udhëzim të Allahut të lartësuar që më të bëhet qartë e vërteta dhe më kërku falje, më pendu tek Allahu i lartësuar. Thotë nganjëherë tjetër nuk e din as veprën, as
as dije nuk ki që ta veprosh dhe ki nevojë për një udhëzim prej Allahut të dërsuar që ta mësoj edhe të përkrah të jep sukses që mi zbatu atë dije. Nga një herë tjetër e ki bo një veprim, po ki udhëzim, ki nevojë për një udhëzim që ta bësh një veprim tjetër që është më i dobishëm për ty. Andaj Ibn Qayyimi zgjerohet në shtjellimin e nevojave tona për udhëzim. Thot gjithashtu ki nevojë, sikurse Allahu i lartësuar të ka udhëzuar në të kaluarën për një veprim që e ki bo, ki nevojë që Allahu i lartësuar ta ripërtri vullnetin që ta bësh atë vepër edhe në të ardhmen. Pra, vëllezër, ne duhet ta kemi parasysh që vullneti të cilën Allahu i lartësuar na jep që ta zbatojmë një urdhër është prej Allahut të lartësuar. Kjo është udhëzim brenda udhëzimit. Udhëzim brenda udhëzimit. Pra kur ti e din vlerën e namazit me xhamat dhe privohesh nga falja e namazit me xhamat, kjo është një mungesë e udhëzimit. Ki nevojë për këtë udhëzim që Allahu i lartësuar me ta lehtësu, me t'jap sukses, mi kriju atë vullnetin në zemrën tënde që mi komandu gjymtyrët, mu ngrit dhe me ju përgjigj urdhrit të Allahut të lartësuar. Pra kjo është nevoja jon për udhëzim brenda udhëzimit, udhëzim të detajuar brenda udhëzimit të përgjithshëm. Gjithashtu ajo çfarë kemi nevojë është vëllezër që e përmendi Ibn Qayyimi është që këtë udhëzim kemi nevojë që u mësojmë të tjerëve. Dhe sa më shumë që ti ja mëson udhëzimin të tjerëve, Allahu i lartësuar të shpërblen me një udhëzim shtesë. Se rregulla thot el jaza'u min jinsil amal. Shpërblimi për veprën është në bazë të sojit të veprës. Ti e udhëzon dikën dhe Allahu të udhëzon ty. Ti e udhëzon dikën dhe Allahu ty ta shton udhëzimin. Pra kjo është shtimi i dritës mbi dritë. Kur Allahu i lartësuar me bujarinë e tij dhe me mirënjohjen e tij dhe me vlerësimin e tij të mirë të shpërblen për një vepër që Allahu i lartësuar ta ka mundsuar mi vepru. Që Allahu i lartësuar ta ka mundsuar mi vepru. Pjesë tjetër e udhëzimit është vëllazër që kur ti ta bësh një vepër, të ndjehesh komod me atë vepër, të kënaqesh me atë vepër dhe e ndjen atë lumturinë gjatë bërjes së kësaj vepre dhe vazhdon mi bëj këtë vepër. Vazhdimi i kësaj vepre është udhëzim prej Allahut të lartësuar. Këtë udhëzim duhesh ta kërkosh nga Allahu i lartësuar. Andaj thot Ibn Qayyimi në librin e tij tjetër Madarij as-Salikin e përmend thot kur besimtari kalon me një gradë të adhurimit dhe ndjen prehjen dhe qetësimin në atë gradë, është prej shkallëve të robërve adhurues të Allahut të lartësuar, prej shkallëve iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, të cilët adhurojnë Allahun dhe i kërkojnë vetëm atij ndihmë. Andaj thot Ibn Qayyimi thot kur besimtari ngritet prej gradës në gradë të adhurimit të Allahut të lartësuar, e sheh kur e kthen kokën mrapa, se në çfarë mangësi ka qenë, edhe kërkon falje. Edhe kërkon falje, jo që ka bën ndonjë gjëna, po kur ngritet e kupton sa keq pas ka qenë dhe sa mirë pas ko ka ngrit tek Allahu i lartësuar në gradat e adhurimit. Pastaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është lutur duke thënë Allahumma zayyinna bi zinatil iman. O Allah, na zbukuro me stolinë e imanit. Waj'alna hudatan muhtadin, dhe na bëj udhëzues, të udhëzuar dhe udhëzues të tjerëve. Ghayra ad-dallin wala mudillin, e jo të devijuar që i devijojnë të tjerë. Jo të devijuar që i devijojnë të tjerë. Pra me një fjalë, nëse e përkthejmë gjithë çfarë tham deri tani, është që besimtari ka nevojë për udhëzim të dijes dhe për udhëzim të veprës. Për udhëzim të dijes dhe për udhëzim të veprës. Nga se ne, a nuk e dijmë vlerën e bujarisë? Të gjithë ne e dijmë vlerën e bujarisë. Mirë po, a nuk çalojnë njerëzit në këtë virtyt fisnik? Pak ka njerëz që janë bujar. A nuk e dijmë në vlerën e durimit? E dijmë vlerën e durimit si vlerë të përgjithshme, si udhëzim të përgjithshëm. Mirë po, sa e zbatojmë durimin në çastet kur sprovohemi me të, në çastet e provokimit kur duhet me duru, me 3 llojet e sabrit, pak ka pej robëve të cilët treguan durimtar. E ne kemi nevojë për këtë lloj të udhëzimit të detajuar. Pra në çastet kritike të tregohemi ashtu qysh Allahu i lartësuar kërkon nga ne dhe është i kënaqur për neve. Ibn Qayyimi në çështjet e udhëzimit i përmend 4 lloje. Udhëzimi është në 4 kategori, në 4 lloje. Udhëzimi i parë është udhëzim i përgjithshëm, udhëzim i të gjitha krijesave. Allahu i lartësuar thot: "Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Është Allahu i lartësuar ai i cili ka krijuar krijesat, pastaj i ka udhëzuar ato, i ka mësuar ato. Bleta
është e udhëzuar dhe inspiruar që shkon ta merr nektarin tek lulet dhe ta prodhoj mjaltin. Shpezët, peshqit, të gjitha krijesat e Allahut të lartësuar janë të udhëzuara në udhëzim të përgjithshëm se si të jetojnë, se si ta mbajnë veten gjallë, se si ta ushqehen, se si të pinë, madje lind foshnja sapo lind din se si me thith qumtin nga nëna e tij, dhe ky është udhëzimi të cilën Allahu i lartësuar jo ka bërë të gjitha krijesave. Udhëzimi i dytë, thot Ibn Qayyim, grada e dytë është udhëzimi i njohjes së të vërtetës, i dëftimit, i mësimit dhe thirrjes. Dhe kjo është ajo me çfarë robërit e Allahut të lartësuar ngarkohen me përgjithësi. Mirë po, të ky lloj udhëzimit i dyti, donse do duhej që besimtari pasi që ta njeh të vërtetën, njeriu pasi që ta njeh të vërtetën, ta pasoj atë, ta njeh atë dhe ta zbatoj atë, mund të çalon nga krahu i dytë. Pra njëri krah i këtij lloji të udhëzimit është që ta njeh të vërtetën. E di që Kurani është i vërtetë, e di që xheneti ekziston, e di që pejgamberi është i vërtetë, e di që Kurani është fjalë e vërtetë. Mirë, por nuk e pason. Që ky mos pasimi, masi që e ka njohur vërtetën, është si pasojë e mos plotësimit të ndonjë kushti, ose të ekzistimit ndonjë pengese në zemrën e tij që po e pengon nga udhëzimi i plot, që është udhëzimi i shkallës së tretë, hidayatut tawfiq, udhëzimi i suksesit, që Allah i lartësuar pasi që ta mëson të vërtetën, ta ndjekësh atë dhe ta zbatosh atë. E katërta shkallë e udhëzimit është udhëzimi në ditën e gjykimit për në xhenet ose për në xhenem, Allahu na ruaj. Allah i lartësuar, e neve po na interesojnë dy lloje të udhëzimit. Udhëzimi i dytë edhe i tretë. Udhëzimi i njohjes së vërtetës dhe udhëzimi i tretë i pasimit të vërtetës dhe i zbatimit të vërtetës. Njohja e Allahut, mirë po, nuk po na duhet vetëm njohja e Allahut, sa po na duhet edhe realizimi i asaj çfarë vjedh për njohjes së Allahut, për njohjes së fesë, për njohjes së pejgamberit, për njohjes së Kuranit. Dhe thash, janë dy pengesa kryesore të cilat i përmend ky dietar, ky kolos i madh, që e privojnë njeriu nga udhëzimi. E para është që nuk është realizuar sa duhet sebepi. Nuk është realizuar sebepet në mënyrë të mirëfillt. Ose është ndonjë pengesë që ne mbasi nuk e dimë, Allah i lartësuar e di. Me dijen e tij absolute, me dhe urtësinë e tij dhe me drejtsinë e tij, e sheh tek njeriu ndonjë pengesë që ndoshta edhe pas njohjes po e pengon nga udhëzimi. Dhe për një ilustru këtë çështje, Allah i lartësuar ka përmendur Thamudin, popullin Thamud. Wa amma Thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Allahu i lartësuar përmend. Pastaj për këtë popullit Thamudit, ne atyre jo patëm tregu rrugën e drejtë. Jo ka sqaruar rrugën e drejtë. Pra njerëzit e njohin një pjesë e madhe rrugën e drejtë. Mirë po, ata e pasuan dhe e deshën verbrin kundër rrugës së drejtë. Dhe i kapit merri dënimit për atë çfarë vepruan. Pra Allahu i lartësuar jo tregoi rrugën e drejtë, mirë po mos pasimi i tyre i rrugës së vërtetë, rrugës së drejtë, pasi që e njohën, ja kthyen shpinën, u ndëshkuan me ndëshkim prej Allahut të lartësuar. Po ashtu Allahu i lartësuar përmend një shembull tjetër, thotë: "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli shay'in alim." Nuk i takon Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar ka vendosur ligj. Sa thot Allahu: "Wa ma kana Allahu" është ligj i Allahut të lartësuar që zbatohet. Që ta devijojnë një popull pasi që ja u ka sqaruar rrugën e vërtetë, derisa t'ju tregohet atyre e vërteta. Allahu i lartësuar thotë, nuk e devijon një popull derisa t'ju tregon të vërtetën. Pastaj në bazë të veprimit të tyre e marrin ose udhëzim shtesë ose ndëshkim. E për shkak të mos pasimit të vërtetës, pasi që ju ka bërë qartë të vërteta, atëherë ndëshkohen me ndëshkim prej Allahut të lartësuar. Inna Allaha bikulli shay'in alim. Allahu i lartësuar është i gjithdijshëm për çdo gjë. A kemi shembull të këtij lloji të devijimit? A kemi shembullin e Abu Jahli dhe kushërit të tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë njohur Resulullah sallallahu alaihi wasallam që është më i vërtetë në fjalët e tij. Madje i kanë thonë është më besnik, el-amin. Kur diçka ju ka besu, ai e ka qenë në vend. Abu Lehebi thotë, nuk e kemi njohur piteje gënjeshtrën, nuk njohim ti për gënjeshtar. Megjithatë,
pengesat të tjera të cilat i kanë pas ata, qofshin ato dëshira për pozit, dëshira për pasuri, mos gatishmëria e tyre për me hek dorë nga çështjet e dunjas, i ka privu nga ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë thonë pse më të ardh ty udhëzimi pas se mos më marr mu. Kjo është ajo kryelartësia, mendjemadhësia, të cilën e kanë pas dhe i ka privu nga udhëzimi. A ka shembull tjetër? Ka. Hebrejt e kanë pas në librat e tyre. Madje e kanë njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se të bënte hijret në Medinë. Dhe kur ka shkuar në Medinë, e kanë njoft me cilësitë e tyre. Allahu i lartësuar thotë e kanë njoft më mirë se sa i kanë njoft bijtë e tyre. Djalin ton ti e nje veç me lëvizjet e tij, me zërin e tij. Mi papis lart ti e nje kush është. Allahu i lartësuar thotë e kanë njoft pejgamberin në bazë të cilësive që ju ka përshkruar Allahu i lartësuar në Taurat e në Injil. Më mirë se sa bijtë e tyre, megjithatë inati, refuzimi, mendjemadhësia, sepse ju ka shku shpallja arabëve, ju ka shku benu Israilve, tek pejgamberi i fundit, e kanë refuzu pasimin e tij dhe janë ndëshku prej Allahut të lartësuar. Andaj, kur ne e lutim Allahun e lartësuar, udhëzojmë në rrugën e drejtë, duhet të kujtosh, t'ja sjellësh në mendje vetes tënde se çka po lyp prej Allahut të lartësuar. Je ka i thua Allahut të lartësuar kur thu ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Udhëzona në rrugën e drejtë, mësona rrugën e drejtë. Ndihmona që mi ndjek rrugën e drejtë. Krijo tek ne një dëshirë, një vullnet që mi pasu rrugën e drejtë. Jepna sukses që mi pasu rrugën e drejtë në vazhdimsi, derisa të vdesim dhe ti jesh i kënaqur dhe na bëj udhëzues të tjerëve në rrugën e drejtë. Gjitha këto kuptime i duhet ti kesh ndërmendje kur e lut Allahun e lartësuar që të udhëzoj në rrugën e drejtë. Kur ta lutësh Allahun e lartësuar që të udhëzoj në rrugën e drejtë. Pastaj Ibn Qayyim, Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe Sheikh Saadi thojnë me një fjalë e përmbyllin duke thënë që nevoja e njeriu për udhëzim është nevoja më e skajshme se çdo gjë tjetër. Nevoja e njeriu për udhëzim ja te i kalon të gjitha nevojave të tjera. Andaj ne kemi nevojë që vazhdimisht dhe në çdo moment dhe në çdo çast që të na mësoj Allahu i lartësuar çfarë do veprojmë, ta veprojmë në mënyrë të saktë që Allahu i lartësuar të jetë i kënaqur me neve, me sinqeritet, me sunet dhe ta pranoj Allahu i lartësuar prej nesh. Mirë, a ka shkaqe udhëzimi, cilat janë shkaqet që ta fitojmë udhëzimin ne dhe në familjet tona të na udhëzohen familjarët tonë të dashurit tonë? I kanë përmendur dietarët shkaqet e udhëzimit, e Ibn Qayyim i rreshton disa prej tyre duke thënë: "Për shkaqeve të udhëzimit, e më e rëndësishmja dhe më madhështoria është lutja të cilën Allahu i lartësuar po na mëson se nga shkaqet kryesore të udhëzimit është ta lutësh Allahun e lartësuar vetë fakti që ne vetëm në farzë e lutim Allahun e lartësuar të na udhëzoj. Lutja është nga shkaqet më të mëdha që e tërheq udhëzimin e Allahut të lartësuar dhe mëshirën e tij. Pra ta lutësh Allahun e lartësuar me nevojën sikur të atij që është duke u mbytur në det. Ta lutësh Allahun e lartësuar për udhëzim. Në çdo hap. Mos thuaj kam i udhëzuar unë. Mos e privo veten nga udhëzimet e hollësishme që ke nevojë për në çdo sa hap e mbyll syt ki nevojë që Allah i lartësuar më të udhëzoj. Ud'uni astajib lakum. Allah i lartësuar thot: "Më lutni ju mua, unë ju përgjigjem ju. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. Le të më lutin besimtarët dhe Allah i lartësuar na fton në shumë ajete që ta lutim Allahun e lartësuar. Shkaku tjetër pas lutjes që e tërheq udhëzimin e Allahut të lartësuar është që ta lexojmë Kur'anin me meditim. Ta lexojmë Kur'anin me meditim dhe me kuptim. Allahu i lartësuar thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ky Kur'an me të vërtetë udhëzon nga ajo që është më e drejta. Ky Kur'an udhëzon nga ajo që është më e drejta, më e vërteta. "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Dhe zbresim nga Kur'ani çfarë është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Mos veprimi sipas udhëzimit është sëmundje. Mos veprimi në bazë të udhëzimit të Allahut dhe të dërguarit të tij është sëmundje. Dhe ilaçi i kësaj sëmundje është meditimi i Kuranit dhe leximi i Kuranit dhe zbatimi i porosive të tij. Duke i kërkuar vendet ku Allahu i lartësuar i udhëzon robërit e tij dhe të gjitha ato çfarë Allahu i lartësuar zbret për mëshirës së tij në librin e tij, që ta kërkojmë udhëzimin sikurse ai i jeturi që kërkon ujin, sikurse ai që është i ngulfatur në mungesë të oksigjenit,
ta kërkoj oksigjenin dhe ajrin e udhëzimit në librin e tij. Nga se Allahu i lartësuar thot: "Anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha." Është Allahu i lartësuar i cili e ka zbritur nga qielli shiun dhe e ngjall tokën pas vdekjes së saj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna mathala ma atani Allahu min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba 'ardan." Shembulli im në bazë të asaj të udhëzimit dhe dijes të cilën Allahu i lartësuar ma ka japur, është sikurse shiu i cili e zbret mbi tokën e vdekur. Sikurse shiu që zbret mbi tokën e vdekur, qysh e ngjall shiu tokën e thatë, ashtu e ngjall shpallja zemrën e vdekur ose zemrën në gaflet e në shkujdesje. Gjithashtu nga shkaqet që e tërheqin udhëzimin e Allahut të lartësuar, është i marrësh sebepet duke bërë vepra të mira. Sa më shumë që bën vepra të mira, Allahu i lartësuar ta shton udhëzimin përmes atyre veprave të mira. Nga se thot Allahu i lartësuar: "Walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Ata të cilët janë udhëzuar dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i lartësuar ja u shton udhëzimin edhe më shumë në bazë të devotshmërisë së tyre. "Wa may yaqtarif hasana nazid lahu fiha husna." Kush e bën një vepër të mirë, do t'ia shtojmë një vepër tjetër të mirë. Shpërblimi për veprat e mira nuk është ndryshe vetëm se veprat e tjera të mira. Dhe kjo është nga ajo çfarë e tërheq shpërblimin e udhëzimin e Allahut të lartësuar. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka përsëritur thot një fjalë: kush vepron në bazë të asaj çfarë Allahu i lartësuar e ka mësuar, Allahu i lartësuar do ta mësoj dije tjetër çfarë nuk ka ditur që të veproj në bazë të saj. Gjithashtu nga udhëzimi ose nga shkaqet që e tërheqin udhëzimin është leximi i sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, leximi i sirës së sahabeve dhe në përgjithësi njerëzve të devotshëm prej tabeinëve, dietarëve, tabiinëve e kështu me radhë, nga se kur ti lexon vëmat e tyre, jetët e tyre, ngjallet në zemrën tënde që ti ngjasosh atyre dhe lut Allahun e lartësuar që të bëj sikurse ta dhe të pranohet në lutje dhe ndjek pastaj shëndetyrën e tyre. Gjithashtu nga shkaqet e udhëzimit është të lexosh për përfundimet e këqija të njerëzve të humbur dhe të devijuar, për ndëshkimet të cilet i kanë zbritur prej Allahut të lartësuar mbi ta, në mënyrë që të ruhesh dhe ta frenosh veten të mos e ndjekësh rrugën e tyre. Po ashtu nga shkaqet e udhëzimit është të shoqërohesh me shokë të devotshëm dhe të mirë, për të cilet kemi folur edhe në ligjëratën e kaluar. Gjithashtu Allahu i lartësuar e ka përmendur thot autori se nga ata të cilët e kërkojnë udhëzimin e Allahut të lartësuar, e lusin Allahun e lartësuar me lutjen: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." O Allah, na jep nga bashkëshortët tona, nga pasardhësit tanë, kënaqësitë e syve tanë dhe na bëj të devotshëm, na bëj imam të devotshmeve, prirës të devotshmeve. Pastaj dietarët e kanë shpjeguar se çfarë i bën më kon prirës i të devotshmeve, për të cilën do të flasim në ligjëratën e radhës, se si të jemi imam të devotshmeve dhe çfarë janë ato komponentet, ato elementet që na kërkohet ti jetësojmë, ti realizojmë në mënyrë që të jemi shëmbëltyrë e të tjerëve, të jemi të udhëzuar ne dhe të udhëzojmë të tjerët. Elusim Allahun e lartësuar të na bëjë prej atyre që nuk e largojnë në asnjë moment nuk e largojnë nga mendja e tyre nevojën e tyre për udhëzim, dhe ta lusim Allahun e lartësuar të na bëjë prej atyre të cilët e përjetojnë kur e lusin Allahun e lartësuar të udhëzojnë në rrugën e drejtë, ta përjetojnë këtë varfëri, këtë nevojë që kanë, që Allahu i lartësuar t'i mësoj, t'i udhëzoj, t'ju jep sukses dhe t'i udhëzoj me udhëzim të veçantë në çdo fazë dhe në çdo rrethanë të jetës së tyre, dhe të na ruaj Allahu i lartësuar nga devijimi dhe lakimi i zemrave tona. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.